Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur biskotat me aromën më fantastike, të cilat përgatiten shumë shpejt. Nëse keni një portokall në shtëpi, duhet I provoni patjetër. E gjithë familja juaj do kënaqet. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë të thellë do shtojmë 150 gram gjalp, të cilën unë e kam tretur pak para. 100 gram sheqer, mund të shtoni sheqer sipas preferencës suaj se sa të ëmbla I dëshironi. Për ne ishte mjaftueshëm kjo mas sheqeri. Do t'i përzijem shumë mirë me ndihmën e një teli kuzhine ose me ndihmën e një mikseri si ta keni ju më të thjeshtë. Do vazhdojmë përzierjen derisa sheqeri dhe gjalpi të marrë këtë ngjyrën e zbardhur. Do shtojmë 2 vezë, 100 ml lëng portokalli ose lëngun e një portokalli të freskët, lëkurën e një portokalli dhe do vazhdojmë përzierjen. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Unë portokallit I kisha në frigorifer dhe kur I shtrydha lëngun, lëngu ishte I ftohtë dhe ma preu pak gjalpin, por nuk është as pak problem nëse ju ndodh edhe ju. Kam shtuar rreth 400 gram miell, 1 lugë çaji pluhur fryrës dhe 1 vanilje. Miellin do ta shtojmë pak e nga pak, duke e punuar me dorë, kështu do shihni edhe se sa përthithës është mielli, pasi mund të doj pak më pak ose pak më shumë. Rëndësi ka që në përfundim të masës së brumit të kemi një masë të butë dhe të formohet lehtë me duar. Siç e shihni, unë këtu jam duke shtuar pjesën tjetër të miellit, duke shtuar pak e nga pak dhe duke e punuar. Mund të përdorni miell të gjithë përdorimshëm. Unë kam përdorur miellin që përgatis bukën. Çfarë do lloj mielli që të përgatisni, bëhen vërtet shumë të mira. Pasi është I mbledhur brumi, e punojmë edhe pak, nuk do shumë kohë, pra nuk do ju marrin shumë kohë dhe sa po e kemi gati, do fillojmë t'i japim formën. I japim formën me duar, mos më shani që nuk kam doreza, por unë e kam thënë gjithmonë dhe them tani që më shumë I besoj pastërtisë së duarve të mia se sa plastikës së dorezave. Ato I përdor vetëm kur kam thonjë të stiluar. Pasi japim formën, kam thërmuar rreth 100 gram arra dhe do t'i lyejmë në këtë mënyrë, të gjitha një e nga një, dhe do t'i vendosim në tavën e pjekjes ku duhet patjetër letër pjekje poshtë. Siç e shihni, e ndihmon shumë dhe nuk ngjitin as pak. I vendosim të gjitha, siç e shihni, me arra I lyejmë vetëm në pjesën e sipërme. Duhet I lëm pak larg nga njëra tjetrën, pasi ato do të fryhen. Mund t'i bëni sipas madhësisë, sipas dëshirës tuaj. Unë I bëra pak më të mëdha, sepse ashtu I doja, por mund t'i bëni edhe më të vogla, madje mund t'i jepni edhe forma të tjera të bukura nëse I përgatisni me fëmijët tuaj. Pra sipas dëshirës suaj, I pjekim në 180 gradë derisa të jenë gati. Mua më morën rreth 25-30 minuta, jo më shumë. Dhe pas pjekjes e gjithë shtëpia do aromatizohet, sidomos nëse portokallet janë të freskët. Tani dal nga dal po dalin dhe portokallet e ri, edhe kështu që provojeni dhe shijojeni, sepse shijojnë shumë me kafen e pasdites ose të mëngjesit ose me çaj, por mund t'i merrni me vete edhe në punë ose për fëmijët në shkollë. Nuk ka si biskotat e bëra vetë në shtëpi. Si ju duket si recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.